Tashmë janë barë të njohura për publikun. Pasioni i çmendur i Olsi Rams për lojrat e fatit. Pasioni i çmendur për call centrat. Pra, për të gjitha mënyrat e plaçkitjes qytetarëve i pangopur. E vërteta është, siç e kam deklaruar, dhe siç është faktur, lidhja e tij me grupin e Xibraks është një ndër lidhjet më kriminale që mund të ketë njeri. Sot këtu ju do ndëgjoni edhe njerë kthehet në skenë ajo që dikur unë e kam quajtur kulla Kristaq Rama apo kulla e Air Albania. Në atë kohë ne kemi denoncuar ndërtimin e saj, por siç thot populli, darra e ka bishtin mrapa. Aq sa është e palishme kulla, po aq e palishëm është aktiviteti i saj dhe shtrimi i dhënia e licencës për kazino me dokumenta personave që s'mund ta mirrin kurrë, po të mos ishin prestonome i Olsi Rams. Ndaj edhe unë ju ftoj ju të ndiqni ekspozen e një investigimit të hollësishëm që zoti Belin Klliçi dhe grupi i ekspertëve tanë kanë bërë për një aferë, thash dhe një herë, që te i kalon çdo lloj imagjinate. Zoti Klliçi. Faleminderit doktor. Atëherë, sot do të përmbledh shkurtimisht këtë aferë që lidhet me licencën e dhënë për ushtrimin e aktivitetit të kazinos në kullën Air Albania. Sigurisht, përveç pjesës teknike dhe paraqitjes veprave të ndryshme penale në lidhje me këtë aferë, ne do të bëjmë një prezantim në raport dhe me të gjithë individët e përfshirë në këtë aferë dhe lidhjen e tyre me vllajën e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Ky material por dhe një rrjet i tërë kompanish të lidhura edhe me biznesin e call centerave, ashtu dhe me lejet e ndërtimit, që për efekt kohe sot e kemi të pamundur ta bëjmë publik, i gjithi do të përcillet pranë spakut për hetimet të mëtejshme, por ta nisim ke prezantimi i këtyre fakteve për licencën e kazinos. Sipas kuadrit ligjor në fuqi, hotelet me 5 yje në vendin tonë mund përfitojnë licencë për ushtrimin e aktivitetit kazinos. Një ndër hotelet me 5 yje është ai në kullën e stadiumit Air Albania. Shoqëria që ka një licencë kazinoje në këtë hotel është shoqëria Space Plus. Sipas të dhënave të QKB-s, ky subjekt fillimisht kur mori licencën kishte si aksioner në masën 99% të aksioneve shoqërinë Alpstar dhe 1% shoqërinë WCZ Holding SRO. Kjo e fundit një kompani e regjistruar në Republikën Çeke. Ju lutem regjia, shfaqni në ekran ekstraktin e QKB-s. Sipas detyrimeve ligjore, kompania e cila aplikon për marrjen e një licence kazinoje duhet të ketë një kapital minimalisht prej 1 miliard e 200 milion lek ose ndryshe rreth 12 milion euro. Ligji përcakton gjithashtu se kompania duhet të ketë eksperiencë në fushën e lojrave të fatit, e me sa duket kjo ka qenë fakt arsyeja pse është futur aksioner me vetëm 1% ortaku çek WCZ
Holding SRO në kazinon në kullën Air Albania. Kjo kompani është e lidhur me shoqëritë të cilat kanë pjesën më të madhe dhe operojnë në tregun e lojrave të fatit, Adria Entertainment dhe WSI SHPK, të lidhura drejt për drejt me shtetasin Bledar Sinani. Në nëntor të vitit 2025, Alpstar ka shitur aksionet e kazinos drejt kompanisë GLG Investment. Sipas dokumentacionit të depozituar në QKB, rezulton se marrëveshja fillestare mes Alpstar dhe GLG Investment është firmosur në gusht të vitit 2025. Dhe më pas janë bërë kërkesat pranë AMLF dhe Autoritetit Konkurrencës për dhënien e miratimit për ndryshimin e aksionerit sipas përcaktimeve ligjore. Kjo marrëveshje nuk ka të përcaktuar një çmim për këtë transakcion ose marrëveshja e plot nuk është depozituar ende në QKB. Në ekran mund shihni ekstrakt në QKB-s dhe një kopje të marrëveshjes. Kuadri ligjor aktual kërkon që AMLF të qartësoj se kush është pronari fundor përfitues, të verifikoj burimin e të ardhurave për krijimin jo vetëm të kapitalit, por edhe të shumave tjera që do duhet të investohen, pasi licenca nuk mund të jepet një individi anonim, i cili nuk ka të ardhurat mjaftueshme për të operuar në këtë fushë. AMLF-ja e ka dhënë miratimin në kundërshtim me kuadrin ligjor, pasi kjo ishte një kompani anonime, si kundër e kemi parë këtë skemë të ndodhë në 13 vitet e pushtetit e Edi Ramës. Me zero historik si kompani, me zero aktivitet në Shqipëri, por me kushtin që të hiqej toka në pronësi të kompanisë Alpstar si kapital aksionar dhe të zëvendësohej me një tjetër tokë në pronësi të GLG Investment SHPK. Dhe ky është momenti ku situata bëhet tërësisht flagrante dhe kriminale. Në ekran mund shihni foton e miratimit të Agjencisë Mbikëqyrjes Lojrave të Fatit, që thot me kusht që tokat kaloj si kapital i shoqërisë Space Plus SHA. Sipas dokumentacionit të depozituar në QKB, rezulton se pasuria në pronësi të kompanisë GLG Investment është pasuria lloj pyll, numër pasurie 118 fraksion 9, zonë kadastrale 1522 me sipërfaqe 275.550 m2 e ndodhur në Draç, në kepin e Rodonit, një nga zonat më të lakmueshme në Shqipëri, në Durrës, e cila vlerësohet sipas raportit të vlerësimit të hartuar nga eksperti vlerësues, inxhinieri Eno Kume, bashkëngjitur vendimit, në vlerën 2.556.732.008 lekë, rreth 26 milion euro. Grupi unë ekspertëve investigoi dhe më tepër origjinën dhe kohën që GLG e kishte bler tokën si dhe vlerën e saj. Në aktin e ekspertit Eno Kume, të datës 19 qershor 2025, rezulton se pasuria e llojit pyll me sipërfaqe 275.550 m2 është bler nga GLG Investment në datën 9 prill 2025 në vlerën qesharake 32.239.350 lekë, rreth 320.000 euro në total. Në ekran keni foton e raportit të vlerësimit. Subjekti GLG është pajisur me certifikat pronësie në datën 29 maj 2025, pra në më pak se vetëm 2 muaj. Vlera me cilën është bler prona është 117 lekë për metër katror, pra 1.2 euro metri katror. Vlera 117 lekë për metër katror, nderuar qytetar, është çmimi i referencës së tokës në atë zonë. Po sipas dokumentacionit të ASHK-s, i cili gjendet bashklidhur raportit të vlerësimit, rezulton se në kartelin e kësaj pasurie është regjistruar dhe një kontratë sipërmarrje për ndërtim me kompaninë Premium Finance Invest, me pronar indirekt shtetasin sërish Bledar Sinani. Në ekran shihni foton e kartelës së bashku me shënimin përkatës. Ekspertët tanë investiguan edhe më tej dhe rezultoi se kjo pronë është pjesë e një vendimi për kthim prone të gjykatës apelit Durrës. Prona në total ka qenë mbi 1 milion metër katror në kepin e Rodonit, e cila është coptuar në disa pjesë me kontrata shitblerje dhe çmime tërësisht fiktive. GLG Investment e ka bler këtë pronë tek shtetasit Çliri Muhamet Tahiri, i cili e ka bler nga një tjetër shtetas dhe të gjitha këto transaksione janë kryer me çmim reference. Ndërkohë, kur vetë vlerësuesi në fjalë flet për shifra që variojnë nga 95 euro deri në 130 euro për metër katror në atë zonë. Pra këtu kemi një skem
të jetë qartë. Me vendime të dyshimta gjykate, përfitohen miliona metër katror tokë. Kjo pronë pastaj për të humbur gjurmët, ndryshon disa herë pronësinë e saj. Dhe në fund i jepet një kompanie me zero historik, GLG Investment. Mbi të gjitha, po sipas bilanceve të vetë kësaj kompanie, kjo shumë ende nuk është e paguar dhe shoqëria e ka ende detyrimin. Për të përfituar licencën e kazinos, një tokë 275.000 metër katror në kepin e Rodonit, që u ble në shifrën qesharake 320.000 euro, pas vetëm 2 muajsh, rivlerësohet me një akt vlerësimi në vlerën 26 milion euro. Pra në vetëm 2 muaj. 80 herë. Është rekord botror, është një mrekulli ekonomike, e pa dëgjuar deri më sot në botë, të cilën as Taulant Balla, si ekspert i shpjegimit të çmimeve të truallit aktualisht në Shqipëri dhe në Itali dhe në vende tjera, nuk i jep dot shpjegim. Që të jemi të qartë, ky është kryer një raport vlerësimi dhe ky është raporti, është përdorur për të rritur kapitalin e kompanisë në mënyrë që Agjencia e Mbikëqyrjes së Lërave të Fatit të jepte miratimin për të kaluar nga aksionari i licencën e kazinos nga Alpstari tek aksionari tjetër GLG Investment. Përtej veprimeve të AMLF-s, Autoritetit të Konkurrencës, Drejtorisë së Pastrimit të Parave, të cilat kanë certifikuar këtë skemë të kundralishme, një tjetër institucion është drejt për drejt i përfshirë dhe pikërisht është Komiteti i Investimeve Strategjike, i drejtuar nga vetë Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Sa konstatuam dhe më lartë në këtë material, në kartelin e pasurisë ishte regjistruar një kontratë sipërmarrje me kompaninë Premium Finance Invest SHPK. Kjo shoqëri ka si aksioner Power Invest të themeluar në Austri dhe në vitin 2021 Power Invest është përtitur nga një shoqëri tjetër, SIG Holding GmbH, sërish e shtetasit Bledar Sinani. Në korrik të vitit 2021, Komiteti i Investimeve Strategjike, me vendimin numër 6 fraksion 5, të datës 15 korrik 2021, ka vendosur të japë miratimin si investitor strategjik për një investim në kepin e Rodonit. Në ekran mund gjeni vendimin e Komitetit i Investimeve Strategjike. Deri më sot masa e shpronësimit për ndërtimin e një kompleksi privat vilash nuk i është dhënë asnjë investitori tjetër përveç Bledar Sinanit dhe pikërisht në zonën e kepit Rodonit. Në ekran mund shihni sërish vendimin në pikën 3 i detajuar. Pra Edi Rama, që ta kuptojnë shqiptarët, për shtetasin Bledar Sinani, pikërisht mbi këtë tokë ka marrë vendim se nëse prona private nuk i jepet me vullnet të lirë klientëve të tij, kryeministri ta merr pronën si pronar me anë të shpronësimit për interes publik. Ky favorizim, të nderuar shqiptar, nuk është bërë për asnjë kompani tjetër vendase apo të huaj në Republikën e Shqipërisë. Pra deri këtu kemi qartë skemën se si është marrë licenca e kazinos, si të gjitha autoritetet kanë mbyllur syt dhe sigurisht këto kompani nuk janë favorizuar vetëm për licenca kazinosh, por dhe me leje ndërtimi edhe me dhënje të statusit të investitorit strategjik për të marrë pronën, jo vetëm publike, por dhe të shqiptarëve që nuk duan të firmosin me ta. Pyetja që kemi legjitime është, kush fshihet pas kompanisë GLG Investment? Përse u përdor kjo kompani nga shtetasi Bledar Sinani dhe Adria Entertainment, kur ato kanë një shumicë kompanish të tjera që mund të blinin aksionet e Alpstarit ligjërisht dhe pa u dashur për të përdorur prestanome. Dhe afshihen vërtet këta shtetas që kemi lexuar deri tani prapa këtij transaksioni. Për këtë arsye kemi marrë në analizë kompaninë GLG Investment, e cila është themeluar në mars vitit 2024 me aksioner shtetasin Gerti Shkëlqim Lumani. Në ekran keni ekstraktet e QKB-s. Në nëntor të vitit 2024, ky shtetas me nënshtetësi amerikane ja ka shitur aksionet kompanisë Lake Horizon LLC e regjistruar në shtetin Wyoming, në offshore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më 2 maj 2024. Për këtë kompani nuk ka të dhëna për aksionerët fundor pasi është e regjistruar offshore. Kuadri ligjor aktual përcakton se për aksionerët të cilët zotrojnë mbi 25% kapitalit në një shoqëri të regjistruar në Shqipëri, do duhet të depozitohen të dhënat e aksionarit fundor. Nëse kërkojmë në QKB të dhënat për shoqërinë GLG Investment, rezulton se aksioneri i vetëm që zotron